projekti Panajiri dhe zemra e saj është fuqizimi I grave shqiptare në botën e biznesit. Përkundër sfidave të ndryshme, unë mendoj subjektivisht ndoshta që kemi mri begi shumë dhe jemi përfshi në industri të ndryshme të teknologjisë, artit, sportit, shëndetësisë, edukimit, shkencës e politikës. Kur studion mjekësinë në fillim mendon që do të jesh vetëm mjekër, vetëm. Domethënë pojza, nuk do të merresh me menaxhment, me menaxhim të kompanive, nuk mendon që do të kesh kompani pari dhe parë. Mirë, po këto të gjitha shkojnë një nga një vetvetiu diçka që nuk e ke planifikuar. Ajo ka qenë dëshira ime e parë, kur kam studiuar mjekësinë, që të punoj me pacient, domethënë që të trajtoj pacient një pas tjetrit. Dhe dikur gjatë rrugtimit tim e kam parë që më intereson edhe shkenca, më intereson biologjia molekulare, për këtë arsye dhe kam studiuar mikrobiologjinë. Dhe me kalimin e kohës vetvetiu arrin diku ku nuk e ke pa ndoshta as ëndër që do të vish, që do të merresh më shumë me menaxhim, sesa që do të merresh për shembull me pacient ose me laborator. Mirë, po edhe ajo është pjesë e punës. Do të thënë është një evolucion prej fillimit. Hapat e parë janë krejt më ndryshe në Zanavil sesa që përfundon, do të thënë është diçka që nuk mund ta planifikosh deri në detalin e fundit. Mirë, po ajo është rrjedhë logjike e krejt punës të cilën t'i e bën për vitet të tëra. Përgëzoj ato femra të cilat na e kanë shtruar trasën realisht, profesoreshën time dhe mentorën time, të cilat kanë qenë femra. Nuk janë të profesora mua, pasi që kanë dalë, do më thonë janë pensionu, por e kanë dalë një gjenirat brapa edhe një gjenirat që në shkipë para si dojtë. Pak më të letë ndoshta, më ka bërë dhe për krahë të cilën e ka pasur nga familja, e cila po është një pjesë që drejtë në mëllë e një mësorë, kështë që Unë jam që gati 12 vite consulting bëj për firmat ndërmarrje, firmat vogla deri firmat të mesme, do të thënë firma mesme që kam pasune, që kam menaxhu, këtë firma komplet ka qenë këtë 250 punëtor. E mëdej bëj edhe menaxhim të projekteve në firma më të mëdha, si ishen edhe AMAK ka qenë një firmave ose klientëve të mi. Çfarë bëj unë punojim është me analizu firmën, me ndihmu, me I përkrah firmat në pikat strategjike, në pikat organizata, strukturat e firmave, menaxhimi I firmës, këto janë pikat më të rëndësishme që kam unë fokusin. Unë e udhëheqi një ekip 30 me një firmë që në 200 vetë, është grupi ekipi design dhe student development I produkteve digitale dhe firmës SMCK. Edhe për çdo ditë I kena është pa ta thuhet se më ka tregoj gjëra të fortë se është transformacioni I biznesit që para 5 viteve apo më shumë me letra, më shumë manuale.